Nëse Perëndia vë gishtin mbi diçka në jetën tonë dhe ne s'mund ta dorëzojmë atë edhe pse e dim se ai do ta bëjmë, atëherë është diçka që Perëndia do të vazhdojë të merret me ne, sepse në fakt ajo po na lëndon dhe nuk po na ndihmon. Kam bërë disa mësime mbi shëmbëltyrat e Jezusit, diçka që nuk e kam bërë në gjithë këto vite që predikoj, dhe sot do të flas për shëmbëltyrën e Kostos së të qenit dishepull. Dhe do të filloj me Lukën 14, 25 deri në 35, dhe turma të mëdha shkonin me të, ai u kthye nga ata, dhe tha nëse ndokush vjen tek unë, dhe nuk urren baban e vet dhe nënën e vet në kuptimin e indiferentizmit ose mos përfilljes për ta, krahasuar me qëndrimin e tij ndaj Perëndisë dhe po kështu gruan dhe fëmijët, vëllezërit dhe motrat, po madje edhe jetën e vet, nuk mund të jetë dishepulli im. Ky tingëllon si një shkrim vërtet i ashpër. Por ju duhet të kuptoni se ndonjëherë Jezusi përdorte atë që ne sot e quajmë hiperbol, që do të thotë se bënte një deklaratë që tingëllonte si shumë e egër për të nxjerrë thelbin. Tani e dim se Perëndia nuk do që t'i urrejmë njerëzit, por ai dëshiron të vendos hapësirë midis mënyrës si ndjehemi për njerëzit dhe si ndjehemi për të. Dhe këtu duket qartë se bëhet fjalë për një rast të tillë. Dhe po ju jap një shembull, mendoj se e bën të qartë idenë. Një vajzë nga familje judease pranoi Krishtin dhe sigurisht e gjithë familja e saj, sidomos mamaja, ishin shumë kundër kësaj. Dhe kështu erdhi një kohë kur vajza donte të pagëzohej dhe i tha mama se do të pagëzohej atë pasdite. Dhe mamaja i tha, nëse ti shkon të pagëzohesh, atëherë sigurisht që më urren mua. Dhe ajo tha, jo mama, nuk të urrej ty, por dua Jezusin më shumë. Dhe kështu kjo është ajo gjë për të cilën flet ky shkrim. Ne duhet ta duam Jezusin aq shumë, sa që të mos lejojmë që vullneti ynë, madje as ajo që njerëzit e tjerë duan, të na pengojë të bëjmë vullnetin e Perëndisë. Dhe kush nuk e mbart kryqin e vet dhe nuk vjen e nuk më ndjek mua, nuk mund të jetë dishepulli im. Tani, ju mund të shpëtoheni. Ka një ndryshim mes pranimit të Krishtit si shpëtimtar dhe të qenit një dishepull i vendosur e i përkushtuar. Dhe shumë njerëz duan vetëm aq nga Jezusi sa për të qenë jashtë ferrit, dhe nuk duan aq sa të jetojnë vërtet një jetë fitimtare ndërsa janë këtu dhe të jenë një bekim për dikë tjetër përveç vetes. Mos jini nga ata njerëz që bëjnë aq sa për t'ia hedhur paqe për të hyrë me të keq në derën e qiellit. Nëse do ta bëjmë këtë, le ta marrim përsipër e t'i japim Perëndisë gjithçka. Amen. Kush nga ju pra, kur do të ndërtoj një kull, nuk ulet më parë të llogarisë shpenzimet për të parë nëse ka mjaftueshëm për ta mbaruar. Tani ne mund ta kuptojmë këtë kur flitet për ndërtimin e shtëpisë apo një ndërtese, por kjo mund të zbatohet në shumë fusha të jetës sonë. E dini, ne nuk duhet të fillojmë asnjë projekt apo të marrim ndonjë lloj zotimi pa e peshuar mirë atë për të parë se çfarë gjëje po marrim përsipër dhe se si ta realizojmë e ta përfundojmë. A mund t'ju them një sekret? Nuk na duhet shumë në mënyrë që të fillojmë diçka. Kushdo nga emocionet mund të fillojë diçka. Kushdo mund të thotë, unë do ta bëj këtë. E dini sa e lehtë është të fillosh dietën të dielën pas darkës? Amen. Po them, mund të blini edhe një pizë vrapi, nuk është e vështirë nëse keni para, por është e vështirë të hipësh aty çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë. Është e vështirë të bësh dietën kur ndihesh sikur do të vdesësh nga uria të mërkurën. Dhe çfarë do qoftë, dini, ka kaq shumë e shumë gjëra. Kjo sigurisht që zbatohet edhe në ecjen tonë me Perëndin, me ecjen vazhdimisht me të, duke u bërë siç Perëndia do. Dhe ne mund ta zbatojmë këtë në shumë fusha të jetës sonë. Për ndryshe njerëzit do të thonë, ky njeri filloi të ndërtoje, nuk mundi ta përfundoi. Është një vend ku David dhe unë shkojmë ndonjëherë dhe në fakt është në një shtet tjetër dhe kemi shkuar me makina atje disa herë. Ka shumë vende ku luhet golf.
dhe është njëri për të cilin flasim sa herë shkojmë, sepse ka një hyrje vërtet luksoze, ka edhe një port shumë të madhe me një shtëpi të vogël për rojen dhe ka harqe të mëdhenj. Është pikërisht kjo hapje e madhe për atë që duhet të ishte në ndarje dhe ka shumë dhe që është gërmuar nga të dy anët dhe ka disa materiale ndërtimi dhe ka edhe një traktor që rri aty dhe ka qenë aty për 8 vite dhe askush s'ka bërë asgjë. Pra, ky është dikur që ka filluar diçka dhe nuk e ka llogaritur mirë koston për ta mbaruar. Dhe është thjesht më kujton sa herë që shkoj atje se sa njerëz e bëjnë këtë me jetën e tyre. Ata fillojnë diçka, por pastaj kur bëhet më sfiduese apo bëhet më e vështirë, nuk e vazhdojnë më atë gjë, përfshirë martesën. Amen? Faleminderit për reagimin tuaj. E dini s'është e vështirë të thuash po në altar, por duhet shumë, se unë dhe Devi, për të thënë se kemi 50 vite të martuar. Dhe kjo nuk ndodh pa një përkushtim të fortë. Ose cili mbret, kur niset të luftoj kundër një mbreti tjetër, nuk ulet më parë të gjykojë nëse mund ta përballojë me 10.000 ushtar atë që po i vjen kundër me 20.000. Ju shkoni në luftë dhe keni 10.000, ata kanë 20.000. Ndoshta jeni aq të zgjuar sa të mendoni. A mund ta fitoj vërtet këtë? Dhe ai thot, nëse ai e kupton se s'mund të fitoj, kur mbreti tjetër ka më shumë, i dërgon një delegacion për të biseduar për paqe, nëse s'mund ta mposhni, më mirë bëni paqe. Në rregull, dëgjoni këtë shkrim. Është vargu 33, Luka 14. Kështu pra, secili nga ju që nuk dorëzon, nuk u thot lam të mirë dhe nuk i haron, nuk e ish-dorë nga të gjitha ato që ka, nuk mund të jetë dishepulli im. Kështu, disa nga ju, besoj unë, duhet u thonë lam të mirë disa gjërave. Amen? Disa nga ju janë të përfshirë me një person tjetër në jetën e tyre, qoftë ky mik apo mikesh, dhe e dinë se ai po komprometon ecjen e tyre me Perëndin. E dinë se kjo po i dëmton frymërisht. Duhet të thonë lam të mirë. Do të ma bëni të vështirë këtë takim apo jo? Disa nga ju kanë një karrierë dhe duhet të bëjnë kompromis me moralin për të mbajtur punën. Duhet i thonë lam të mirë asaj pune dhe s'ka rëndësi nëse do të fitojnë më pak. S'ka më keq se të shkosh në shtrat me një ndërgjegje fajtore dhe s'ka gjë më të mirë se sa të dish se je në qendër të vullnetit të Perëndis. Edhe pse mund t'jetë e vështirë ndonjëherë të bësh këto sakrifica, është e vështirë vetëm për mishin, por fryma jon do të ngazëllehet. Çështja është nëse doni të mbani mishin të lumtur, sepse nuk mund ta mbani të lumtur, pavarësisht se çfarë jepni, më vonë do të kërkojë diçka tjetër. Dhe mund të lëm mishin ton të sundojë ose mund të mësojmë të ecim në frymë. Dhe kur jemi të lumtur së brendshmi, sa nga ju kanë pasur një çast kur kanë qenë të lumtur së brendshmi në shpirtin, në frymën e tyre, dhe pavarësisht sa i madh ka qenë problemi, ata nuk kanë qenë të shqetësuar sepse kanë pasur gëzimin e Zotit brenda tyre. Dëgjoni, kjo është ajo që Perëndia do të kemi gjithkohon, çdo ditë të jetës sonë. Tani, kur them të hiqni dorë, shkrimi thotë se cilit e hiq dorë nga të gjitha ato që ka. Do të dëgjoni disa shkrime sot që nuk do t'ju pëlqejnë. Nuk dua ta humbisni balancën, sepse kjo nuk do të thotë se nëse do t'jeni të krishterë s'mund të keni asgjë, apo nëse do t'jeni të krishterë s'mund të keni atë që doni. Dhe thelbi është që t'i thoni lam të mirë vullnetit tuaj dhe përshëndetje vullnetit të Zotit. Lam të mirë vullnetit tuaj, përshëndetje vullnetit të Zotit. A ju ka ndodhur që Perëndia të prek diçka në jetën tuaj? E dini ç'dua të them kur them ka prekur, është sikur ai ka vënë gishtin dhe thot mjaft më. E kuptoni ç'dua të them? Në rregull. Mirë, a e dini se varet se sa shumë na dhemb që të kuptojmë se sa të lidhur jemi me atë gjë.
Dhe nëse Perëndia vëgishtin mbi diçka në jetën tonë dhe ne s'mund ta dorëzojmë atë edhe pse dim se ai do ta bëjmë, atëherë është diçka që Perëndia do të vazhdoj të merret me ne, sepse në fakt ajo po na lëndon dhe nuk po na ndihmon. Është e habitshme se sa shumë gjëra mbajmë fort që po na shkatërrojnë, ndërkohë që Perëndia do që të na largojë ato nga jeta dhe të na jap diçka shumë më të mirë në vend të tyre. Tani do t'ju them një sekret, sepse nëse nuk ju a them këtë do të humbas vëmendjen tuaj. Nga që do t'ju flas sot për dorëzimin e gjërave. Askujt si pëlqen, s'është mesazh i lumtur, por është mesazh i rëndësishëm, sepse çdo gjë që Perëndia dëshiron që ju të hiqni nga jeta juaj është diçka që po ju lëndon. Qoftë edhe një qëndrim i keq, mund t'i thoni lam të mirë qëndrimit të keq dhe nuk do t'ju dhëmbë. Po, dhe disa nga ju mund të thonë lam të mirë ankesave, do t'ishte mirë. Amen? Po sikur t'i thoni lam të mirë qëndrimit negativ. Po sikur t'i thoni lam të mirë xhelozis. Gjithë këto gjëra, e shihni, gjithmonë duhet t'u themi lam të mirë gjërave, lam të mirë. E shihni tingëllon se ajo kënga, lam të mirë, lam të mirë, lam të mirë. Unë nuk këndoj shumë, kështu që më mirë më dëgjoni. Në rregull. Por çdo gjë që Perëndia na kërkon të largojmë, edhe pse ne mund të mos e kemi vënë re, është në fakt diçka që vërtet po na lëndon. Çdo gjë mbi të cilën ai vëgishtin është diçka që po na lëndon. Dhe ja një lajm i mirë, një sekret që do t'ju them. Për çdo gjë që Perëndia ju kërkon të dorëzoni, ai do t'ju jap diçka më të mirë në këmbim. Por dëgjoni, në këto shkrime ai s'po na e thot ende këtë gjë. Ai po flet vetëm për dorëzimin e gjërave. Por kur keni përvojë të gjatë me Perëndin, mësoni se duhet të dorëzoni në fillim dhe nuk e dini çfarë do të ndodhë. Të marrim shembull një grua, e dini si unë, duke qenë abuzuar, isha e dëshpëruar që dikush të më donte dhe mendoja se askush do të më donte nga që isha malli përdorur. Dhe kështu me djalin e parë që takova dhe më kushtoi vëmendje, dhe më pas më kërkoi të martoheshim, u martova. E dija brenda meje se s'do të funksiononte. Dhe unë nuk isha asnjë, isha rilindur që kur isha 9 vjeç. Kështu mund ta ndjeja kur kisha paqe për diçka e kur s'kisha, por nuk e dija çfarë ishte. Dhe nuk kisha paqe në lidhje me martesën me të, por e bëra gjithsesi, sepse isha e dëshpëruar dhe kisha frikë se po të mos merja atë që mund të merja, kur nuk do të kisha njeri pranë. Forca tani. Për Perëndin jeni shumë të rëndësishëm, për të ndenjur me një njeri që ju keq trajton dhe ju abuzon dhe ju flet sikur nuk keni as një vlerë. Perëndia ka diçka më të mirë për ju, por ndoshta duhet I thoni lam të mirë asaj që kishit më parë. Jeni shumë të rëndësishëm për të mbajtur një punë, kur shefi ju detyron të gënjeni që të ruani vendin e punës, dhe sa herë që ju e bëni, kjo ju torturon së brendshmi. Mund t'i thoni lam të mirë asaj dhe Perëndia do t'ju jap diçka tjetër, por sa herë që I thoni lam të mirë diçkaje, e dini që ndjeni në fillim? Frikë. Perëndia I tha Abrahamit, I thoshte lam të mirë, dhe ai si tregoi as ku po e çonte. Ai tha, thuaj lam të mirë familjes, largo nga çdo gjë që njeh dhe çdo gjë të njohur për ty. E dini pse Perëndia I tha ta bënte këtë? Sepse ata ishin të gjithë adhurues idhujsh. Perëndia kishte një plan të madh për të dhe ai duhet të largohej prej tyre me qëllim që ai plan të realizohej në jetën e tij. Çdo gjë që Perëndia do të largojë nga rruga juaj, do të kthehet për të mirën tuaj nëse e bëni. Po ju bëj një pyetje. A ka ndonjë në këtë sallë, dua të sigurohem që jo thjesht po u flas njerëzve që se kanë ide çfarë po them. A ka ndonjë në këtë ndërtesë me të cilin Perëndia po merret që t'i thot lam tu mirë disa gjërave dhe që thjesht I hyn në punë ky mesazh? Faleminderit. Në rregull.
Kështu pra se cili nga ju që nuk dorëzon, nuk u thot lam të mirë, nuk heq dorë nga të gjitha ato që ka, nuk mund të jetë dishepulli im. Kripa është e mirë, është e shkëlqyer, por nëse kripa ka humbur shijen dhe bëhet e amësht, bëhet me lagështirë, me se do të mund t'i kthehet shija. Ajo nuk vlen as për tokë as për ple, por hidhe tutje. Kush ka vesh për të dëgjuar le të dëgjoj, ta mendoj dhe ta kuptoj duke dëgjuar. Ju të gjithë keni vesh, sepse mund t'ju shoh veshët. Por shumë njerëz kanë vesh të dëgjojnë, por nuk dëgjojnë, sy për të parë, e s'mund të shohin. Kështu s'dua ta harxhoni kohën tuaj kot këtu. Nuk dua që ta shihni programin në ekranet të harxhoni kohën tuaj kot, nuk dua ta harxhoj kot as kohën time. Kështu thjesht le të bëhemi gati tani dhe të dëgjojmë të vërtet. Dhe të mos i lëm gjërat që s'na pëlqejnë të na hyjnë nga një veshë të na dalin nga tjetri, por të kuptojmë vërtet gjithçka dhe të themi tani Perëndi çfarë po përpiqesh të më thuash përmes kësaj. Nuk ka të bëjë me Joycein që është këtu duke predikuar, por me atë që Perëndia dëshiron t'ju thotë përmes këtyre që unë po them sot. Kam një pyetje për ju. A jeni të lidhur apo të përkushtuar ndaj Jezusit? Ka shumë ndryshim. Dëgjoni, shumë njerëz janë thjesht të lidhur. Ata shkojnë në kish. E kanë kthyer besimin në profesion. Ata duan të shkojnë në qell, por s'janë të përkushtuar. S'po jetojnë vërtet për Perëndin. Unë e bëra këtë për vite me radhë, për vite e vite. Kisha Jezusin, por ai s'më kishte mua. Forca. Është shumë e thjeshtë që të duam ta marrim atë e ta sistemojmë në jetën tonë dhe të mbajmë çdo gjë që kemi e të mos ndryshojmë asgjë, por thjesht ta kemi Jezusin në jetën tonë për raste urgjente apo kur çdo gjë po shkon keq. Por ajo që ai do të bëjmë është ta dorëzojmë jetën tonë, t'i përkushtohemi plotësisht atij dhe të themi, Perëndi, çfarë do që unë të bëj, çfarë dëshiron të bësh me mua. Të lidhesh do të thotë të bashkohesh apo përshtatesh me diçka, me simpati. Jezusi e pyeti Pjetrin 3 herë, a më do ti mua? A më do ti mua? A më do ti mua? Është tek Gjoni 21. Dhe kuptimi ka 3 fjalë të ndryshme për dashurinë dhe unë do t'ju flas edhe për këto, por njëra prej tyre është fjala simpati, është fjala dëmshuri dhe kështu një nga përgjigjet që Pjetri tha ishte po Zoti, e di se kam simpati. E di se të dua dhe se jemi miq. Kështu ai e pyeti përsëri e përsëri. Dhe çdo herë ai i tha atij, nëse më do, kulloti delet e mia, nëse më do, kulloti qengjat e mi. Kështu vërtet ajo që po i thoshte Pjetrit ishte nëse ti vërtet më do. Atëherë s'mund ta jetosh jetën tënde ashtu siç ti do ta jetosh. Unë kam punë që dua t'i bëj përmes teje dhe prandaj dua që ti ta dorëzosh jetën tënde dhe ti përkushtohesh plotësisht kësaj pune. Dëgjoni, ne fillojmë duke dashur Jezusin në jetën tonë, sepse kemi kaq shumë probleme sa po çmendemi. Dhe duam që ai të vinë në jetën tonë dhe të rregullojë çdo gjë. Dhe e dini çfarë? Ai do ta bëj për ca kohë. E quaj faza e muajit të mjaltit. Nëse doni përgjigje për një lutje, gjeni dikë që është shpëtuar një natë më parë të lutet për ju. Vërtet, Perëndia na shfaqet me besimtarët e rinj. Por do të vijë një kohë kur Perëndia do të dojë të bëni një tranzicion dhe në vend që t'i thoni ati 20 gjëra që ju duen çdo mëngjes vetëm që të keni një buzëqeshje, ai dëshiron që ju të thoni çfarë të duhet prej meje sot dhe nuk ka rëndësi nëse unë buzëqesh apo jo, unë dua të jem në vullnetin tënd. Ky është përkushtimi. Përkushtim do të thotë t'ia kushtosh vete një gjëje apo pozicioni, t'jesh i lidhur apo i detyruar. Në greqisht kjo fjalë tregon një veprim të vazhdueshëm për diçka që nuk është përfunduar ende. Një veprim i vazhdueshëm për diçka që nuk është përfunduar ende. E dini ç'do të thotë kjo? Ky është një proces për gjithë jetën, duke vazhduar ta lejoni Perëndin të bëjë atë që do në jetën tuaj. Njeriu i përkushtuar do të merret me diçka derisa ta përfundojë. Ai merret me diçka në kohë të mira e të këqija. Është i besueshëm. Kështu është edhe martesa, një përkushtim. Unë njoh shumë njerëz sot që kanë qëndrimin, e po është thjesht një copletër, punë e madhe, ne thjesht jetojmë bashk. E po ka të bëjë me përkushtimin. Pra nuk është thjesht një copletër. Dhe dëgjoni,
kur jeni ligjërisht të martuar, e keni pak më të vështirë të mblidhni plashkat e të dilni nga dera, se sa kur kaloni vetëm një natë. Dhe po ju them të vërtetën, dua të më dëgjoni. Ju vleni më shumë se sa thjesht të keni dikë që nuk e vret mendjen aq shumë sa t'ju përkushtohet me të vërtetë. Dhe dini, kjo është një zonë e veçantë, sepse ka shumë gjëra të tilla, madje edhe në kish. Dhe kur flas për këto gjëra, rrallë ndodh të mos ketë njerëz që dalin nga salla. Deri tani nuk ka dalë asnjë, kështu që ky është lajm i mirë, por po e di Joyce, është shekulli 20, është shekulli 21, apo çfarë do shekulli qoftë. Mirë, e dini çfarë? Bibla është e njëjtë, qoftë shekulli 1 apo qoftë shekulli 10.000, ajo s'do të ndryshojë. Dhe e dini, çdo gjë në shoqërinë tonë është kaq rastësore. Mirë, e dini çfarë? Perëndia s'është rastësor. Ai është serioz dhe ai ka një plan për jetën tonë, dhe nëse ne bashkëpunojmë me të, do të kemi një jetë që do të na lërë gojë hapur nga mahnitja, do të jetë vërtet e mrekullueshme. Kështu, unë gjithmonë krahasoj këtë lloj përkushtimi në takime dashurie me të qenit të martuar. E dini, kur unë dilja me Davin, nuk kisha leje hyrje në çdo gjë që ai kishte, siç kisha pasi u martuam. Dhe unë nuk kisha makinë, por kur u martova papritur edhe unë kisha makinë. Por nuk ishte makina ime, vërtet, s'mund të thosha, është makina ime, kur thjesht takoheshim. Por në çastin që ne u martuam, mund të thosha, është makina ime. Vërtet, Davi kishte ca para, unë nuk kisha para. Papritur u martuam dhe unë kisha para. Amen? Kështu dua t'ju pyes sot, apo dilni në takim me Jezusin? Apo jeni martuar me të? Ai thotë se ai është dhëndri dhe ne jemi nusja, kështu që ati duhet t'i pëlqej kjo puna e martesës. Amen? S'ka asnjëri në këtë sallë që të mos rritet më shumë pasi dëgjon këtë mesazh. Përfshi këtu dhe veten. Nuk ka njeri në këtë sallë që nuk i nevojitet ky mesazh në ndonjë fushë të jetës së tij. Tani, ti thoni lam të mirë vetes dhe jetës suaj, duket pak e frikshme. Por nuk e keni iden se ç'jet ka Perëndia për ju. A mendoni se në kohën kur isha thjesht e lidhur me Jezusin dhe thjesht shkoja në kish të dielën dhe bëja thashe theme për predikuesin dhe për gjithë njerëzit në kish, a mendoni se në atë kohë kisha iden se çfarë kishte planifikuar Zoti për jetën time? Mendoni se kisha ndonjë ide se mund të isha këtu ku jam sot? Por e dini çfarë, që nga ajo kohë deri tani duhet të thosha lam të mirë shumë gjërave. Amen? Dhe po përpiqem t'ju them se Perëndia ka planifikuar diçka më të mirë për ju dhe mos lejoni gjërat që po mbani fort, të cilave Perëndia u ka vënë gishtin, t'ju pengojnë të merrni më të mirën që ai ka për ju. Një përkushtim i plot ndaj Perëndisë do të thotë jemi të gatshëm t'i dorëzohemi çdo gjëje që ai dëshiron të bëjë në jetën tonë. Gjithmonë kujtoni se çdo gjë nga e cila Perëndia mund t'ju kërkojë të hiqni dorë, ai gjithmonë do ta zvendësojë me diçka shumë më të mirë në këmbim.